A jemi të pavarur në jetën tonë? A jemi të lirë? Thjesht, a e bëjmë jetën tonë vetë ashtu si duam, apo në ndërhyjnë edhe të tjerët në jetën tonë? Shpesh, njeriut, kur i thuhet se kjo gjë është ndaluar, ose kjo është e obliguar, duhet ta krysh, i duket sikurse është ndërhyrje në jetën e tij dhe në privatësinë e tij. Dhe përgjigjen të cilën e jep ose e mban në zemër, mirë po e sjell në mendje është se unë e bëj jetën time si dua. Nuk lejoj që të më përzihet askush në jetën time. Ndërsa e vërteta është se shumë kushi na përzihet në jetën tonë. Ne kemi sot orare të punës që punohet me to. Ne kemi orare të shkollës. Ne kemi lëndë të cilat caktohen në shkollë, na përshtaten apo nuk na përshtaten, nuk pyetemi për to. Ne kemi uniforma të caktuara varësisht prej punës ose profesionit që e kryjmë. Dhe rregulla të cilat kanë ndërhyjë me to në jetën tonë. Do të thonë nuk mbetet më jeta e jonë të cilën e bëjmë si duam. Pastaj shpesh ndodh që na pëlqen diçka për të vepruar, ndonjë fjalë për ta thënë, ndonjë veshje ose ndonjë mbathje, mirë po me që njerëzit nuk e pëlqejnë ose nuk është e mirë për njerëzit, nuk mund ta veshim atë ose ta mbathim ose ta veprojmë atë. Pse? Sepse nuk del mirë para njerëzit. Do thotë njerëzit po na përzihen dhe po ndërhyjnë në jetën tonë. Shpesh ndërhyjnë edhe në mendimet tona. Mirë, përderisa janë gjitha këto ndërhyrje, pse kur Allahu i lartësuar na urdhëron në diçka, na thret në diçka për ta kryer, edhe na ndalon nga diçka, pse ta kuptojmë këtë si ndërhyrje në jetën tonë? Pastaj ndërhyrje e Allahut, nëse i themi ndërhyrje, është ndërhyrje për të mirën tonë, sepse nuk ka ndonjë interes nga njerëzit Allahu i lartësuar. As nuk dëmtohet për tyre, mirë po as nuk fuqizohet, as nuk forcohet, as nuk bëhet më i madh dhe as nuk dobësohet pavarësisht se çfarë veprojnë njerëzit. Mirë po, ndërhyrja, po i themi ndërhyrje kësaj, e Allahu të lartësuar është për ta ndihmuar njeriu, për t'i treguar që kjo është më e mira për ty. Kjo është më e dobishme për ty. Largoju kësaj sepse është e dëmshme për ty. Dhe thjesht është një ndërhyrje e atij i cili na e don të mirën, e atij i cili na krijoi, na i dha të gjitha këto të mira dhe na e don më të mirën. Neve qoftë për këtë botë, qoftë edhe për botën tjetër. Andaj porositë e Allahut, ndalesat e Allahut mos i kupto si ndërhyrje në jetën tonë private, mirë po si ndihmesa të pazavendësueshme, të cilat na e pasurojnë jetën tonë dhe na bëjnë më syqel këtë botë, mirë po e fitojmë edhe botën tjetër.